Biletën për në Kupën Evropiane siguruan, por sot rrugtimi i tyre mbetet në pikpyetje të madhe. Klubi i handbollit Vllaznimi po përballet me krizë financiare, e cila rrezikon t'u ashuaj ëndrra ndërkombëtare në prag të nisjes. Pa ndihmën urgjente të bizneseve, pjesëmarrja në arenën evropiane mbetet në pikpyetje. Në njëjtën kohë edhe paraqitja në Estoni është në një farë pikpyetje, sepse udhëtimi deri në Estoni është i kushtueshëm, edhe klubi i handbollit Vllaznimi ka nevojë për ndihmën e bizneseve në Gjakov për me e realizu këtë paraqitje nga ora ndërkombëtare. Pavarësisht krizës, ekipi ka kryer detyrën. Për përfaqësim dinjitos të qytetit, ata tashmë kanë siguruar edhe përforcime të reja. Ne si klub me forcat tona kena arritur me i sjell 3 lojtarë në ekip. Është Arti Luzha, Mali Luzha dhe Granit Kadiri, të cilët kanë qenë pjesë e Ravecit. Jena në bisedime edhe me lojtarin nga Brazili, i cili ka qenë vitin e kaluar tek ne. Përballjet në Estoni luhen në mes të shtatorit, për mungesa fondeve solli një tjetër vendim. Me 12 dhe 13 shtator në Tallinn të Estonisë, zhvillojmë 2 ndeshje atje për arsye të obligimeve financiare, të cilat janë shumë të mëdha dhe nuk mujmë me imbulu me lujt një lojë në Gjakov edhe një lojë në Estoni. Për të gjithë ata që duan të kontribuojnë që kjo ëndër të mos shuhet, mbështetja mund të bëhet përmes xhirollogarisë së klubit. Të dhënat e plota bankare tashmë janë të publikuara në faqen zyrtare të klubit të handbollit Vllaznimi në rrjetet sociale.